Katër shtylla të orientimit në objekte. Objektet në Java. Në gjuhën Java, çdo gjë mund të paraqitet si një objekt. Objektet kanë dy karakteristika kryesore, gjendjen dhe sjelljen. Për shembull, një makinë në jetën reale ka një gjendje, si ngjyrën apo shpejtësi, dhe një sjellje, si frenimin apo ndrimin e masheve. Në programim, ne i përdorim objektet për të modeluar pikërisht këto elemente të botës reale. Klasat në Java. Për të krijuar këto objekte, na nevojitet një plan që quhet klasë. Klasa shërben si një bashkësi objektesh të ngjashme. Në kodin ton, ne deklarojmë atë duke shkruar, për shembull, public class bicikleta, ku përcaktojmë ndryshoret si int shpejtësia dhe metodat si void frenon. Klasa është modeli, ndërsa objektet janë kopjet konkrete që krijohet prej saj. Trashëgimnia. Një koncept i fuqishëm është trashëgimnia, që na lejon të ripërdorim kodin ekzistues. Kjo ndodh kur një klasë e re merr vetitë e një klase tjetër. Në praktik, këtë e shohim kur e shkruajmë public class automobili extends vetura. Këtu, klasa automobili trashëgon automatikisht çdo gjë nga klasa bazë, duke na kursyer kohë dhe duke bërë kodin më të organizuar. Paketat. Së fundmi, për të menaxhuar qindra klasa në projekte të mëdha, Java përdor paketat. Ato funksionojnë si dosje që grupojnë klasat në funksione të ngjashme. Për të përdorur një klasë që gjendet në një paket tjetër, ne përdorim fjalën kyçe import. Një shembull që e përdorim shpesh është import Java Swing JOption Pane, i cili na lejon të shfaqim dritaret grafike në programin ton.